Konsumi i rregullt i pulës lidhet me rrezik më të lartë vdekjeje nga kanceret gastrointestinale. Një studim i ri sugjeron se konsumimi i tepërt i shpendëve mund të lidhet me vdekshmëri të përgjithshme dhe kancer gastrointestinal. Davide Illini Stots United. Konsumimi i më shumë se 300 gramëve mish shpendësh në javë mund të çojë në një rritje të vdekjeve nga të gjitha shkaqet dhe kanceret. Sipas një studimi të ri, gjetjet bien ndesh me kërkime ekzistuese dhe po trajtohen me kujdes nga ekspertët. Shpendët konsiderohen gjerësisht si një burim më i shëndetshëm i proteinës dhe një shtyllë e planeve të ushqyerit të shëndetshëm, si dieta mesdhetare. Faktorë që mund të ndikojnë në normat e vdekshmërisë dhe incidencën e kancerit nuk janë marrë parasysh në studim, duke nxitur thirrje për hulumtime të mëtejshme. Një studim befasues me persona në Italinë Jugore sugjeron se konsumimi i tepruar i shpendëve, të konsideruar gjërësisht si një burim më i shëndetshëm i proteinës shtazore, mund të lidhet me vdekshmëri të përgjithshme dhe kancer gastrointestinal. Rezultatet e këtij studimi bien në kundërshtim me kërkimet e mëparshme dhe mendimin tradicional. Mishi i shpendëve përgjithsisht konsiderohet si një burim i shëndetshëm proteine dhe pjesë kryesore e dietave të shëndetshme, përfshirë edhe dietën e njohur mesdhetare. Udhëzimet ushqimore për amerikanët 2020-2025 rekomandojnë deri në 26 oncë ushqime proteinike, përfshirë mish padjam, shpendë dhe vezë në javë, pa kufizime specifike për secilën kategori. Megjithatë, hulumtimi i ri sugjeron se konsumimi i më shumë se 300 gramëve, 10-5 oncë shpendë në javë, mund të lidhet me një rritje prej 27 i të rrezikut të vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet, krahasuar me ata që konsumojnë 100 gram 3-5 oncë ose më pak në javë. Gjetjet gjithashtu sugjerojnë se ngrënia e më shumë se 300 gramëve shpend në javë rriti rrezikun e përgjithshëm për kancer gastrointestinal në popullatën e studiuar me 2-3 Konkretisht për burrat, rreziku i vërejtur u rrit në 2-6 Prej kohësh, konsumi i mishit të kuq dhe të përpunuar është konsideruar si faktor rreziku për kancer, siç përshkruhet nga Fondi Botëror për kërkimin e kancerit. Deri në këtë studim, kishte pak prova që sugjeronin një lidhje të ngjashme me mishin e shpendëve, i cili është publikuar në revistën Nutrients. Kjo është një studim që të jep shumë për të menduar, tha Dranile Shlovora, drejtor mjekësor i Memorial Care Todd Cancer Institute në Long Beach Medical Center, Kaliforni. Ndoshta për herë të parë, konsumi i mishit të bardhë duhet të konsiderohet si një faktor i mundshëm rreziku për kancerin gastrointestinal, tha Vora për Healthline, edhe pse nuk ishte i përfshirë në studim. Studimi dhe Departamenti Amerikan i Bujqësisë, USDA, konsiderojnë si shpend pulën, gjelin e detit, rosat, patat, gujneat dhe zogjtë e egër si thel, fazanet. A është pula një zgjedhje e shëndetshme proteine? Studimi përdori të dhëna nga përgjigjet e anketave me 4.869 individ të moshës së mesme, nga qytetet Castellana Grotte dhe Putignano, Apulia, Itali. Pjesëmarrësit raportuan vetë konsumimin e mishit të kuq dhe mishit të bardhë, shpendëve, bazuar në kujtimet e tyre për atë që kishin ngrënë. Nuk u kap asnjë informacion për nivelet e aktivitetit fizik, që mund të ndikojnë në rrezikun e vdekjes apo të kancerit. Ky është një faktor thelbësor që duhet marrë në konsiderat dhe kërkon studime të mëtejshme. Megjithatë, disa ekspertë shprehen shqetësim për gjetjet. Unë mendoj se gjetjet janë mjaft befasuese duke pasur parasysh që kemi shumë prova se dieta mesdhetare në veçanti është e shëndetshme dhe redukton rrezikun për sëmundje kardiovaskulare dhe kancer. Tha Dr. Anton Bilçik, onkolog kirurgjik, shef i mjekësisë dhe drejtori i programit gastrointestinal dhe hepatobiliare në Providence St. John's Cancer Institute, Santa Monica, Kaliforni. Ky studim është shqetësues, për të thënë të paktën, i tha ai Healthline. Mendoj se duhet patjetër të shqyrtohet më në detaje. Pula përgjithsisht konsiderohet një zgjedhje më e shëndetshme proteine se sa mishi i kuq, tha Michelle Rothenstein, dietologe klinike e specializuar në sëmundjet e zemrës, e cila nuk ishte e përfshirë në studim. Pula ka më pak yndyra të ngopura dhe prodhon më pak te një substancë që prodhohet nga zora. Një përbërje e lidhur me ngurtësimin e arterieve dhe rrezikun për kancer. Nevojiten më shumë kërkime për të konfirmuar këto rezultate dhe për të kuptuar mekanizmat përpara se të ndryshohen udhëzimet ushqimore, tha ajo për Healthline. Disa lloje të mishit të pulës janë më pak të shëndetshme se të tjerat. Autorët e studimit theksojnë se ka faktorë të shumë të mundshëm që nuk janë marrë parasysh dhe që duhet të analizohen për të kuptuar plotësisht ndikimin e gjetjeve të tyre. Studimi nuk tregon shkaksi, theksoi Rothenstein. Është një numër i madh pjesëmarrësish, çka është e rëndësishme, por jam duke kërkuar detaje për faktorë të tjerë të rrezikut të lidhur me mishin e shpendëve, tha Bilçik. Për shembull, studimi nuk përcaktoi burimin e mishit të konsumuar.
Pesticidet përdoren në disa zona gjeografike, gjë që mund të ndikojë në shëndetshmërinë e produkteve bimore dhe shtazore. Gjithashtu, mishi i shpendëve të rritur në mënyrë industriale mbart rreziqet e veta. Përdorimi i antibiotikëve dhe hormoneve në disa praktika të rritjes së shpendëve paraqet shqetësime për shëndetin afatgjat, tha Rothenstein. A duhet të shërtohen edhe mënyrat biologjike të konsumimit të mishit të pulës, si roli i metodave të gatimit, përgatitja e mishit dhe mënyra e të ushqyerit, PSH, marrja e fibrave, shtoi ajo. Koha dhe temperatura e gatimit të mishit mund të ndikojnë gjithashtu në shëndetshmërinë e tij. Është hedhur hipoteza se gatimi i pulës mund të çojë në çlirimin e substancave mutagjene ose kancerogjene, theksoi Bilçik. Ai tha se, edhe pse kjo është vetëm një hipotezë, është e padiskutueshme që ka shumë mënyra se si përgatitet mishi i pulës, të cilat mund të ndikojnë në përbërjen kimike përfundimtare. Rothenstein theksoi se është e njohur që metodat e gatimit me temperaturë të lartë, si pjekja në skar apo skuqja, prodhojnë komponime të dëmshme, HS dhe PH, të lidhura me kancerin. Së fundmi, studimi nuk shërtoi shkallën në të cilën mishi i pulës i konsumuar ishte i përpunuar. Ashtu si me mishrat e përpunuar, produktet e mishit të pulës të përpunuar, si sallami i gjelit të detit apo hot dogët e pulës, zakonisht përmbajnë konservues dhe aditiv të tjerë jo të shëndetshëm. A duhet ta ndaloni së ngrëni mishin e pulës? Bilçik theksoi se konsumimi i mishit të kuq me perime mund të zbusë disa nga rreziqet shëndetësore të lidhura me të. Ai sugjeroi gjithashtu që nuk është vetëm pula ajo që duhet shërtuar më nga afër. Duhet të shërtojmë edhe burime të tjera të proteinës, si peshku, i cili mund të përgatitet në mënyrë të ngjashme me pulën. Mendoj se ky studim është shumë provokues, duke pasur parasysh që kemi kaluar te pula si një opsion më i shëndetshëm dhe jemi larguar nga mishi i kuq, shtoi ai. Rothenstein rekomandoi fokusimin te cilësia e përgjithshme e dietës, duke përfshirë madhësinë e porcionit, me çfarë po e shoqëroni mishin dhe shmangjen e konsumit të tepërt. Një madhësi e shëndetshme porcioni, sipas saj, është rreth 200 gram, 7 ons mish pule të ligë, të papërpunuar në javë. Gjithashtu është ide e mirë të zgjidhen metoda më të shëndetshme gatimi si pjekja, avullimi ose zjerrja pa yndyrna të tepërta të shtuara, për të minimizuar rreziqet potenciale shëndetësore, përfundoi ajo.